Të gjitha bashkitë e vendit u përfshin vitin e kaluar në një aksion bar kombëtar të udhëhequr nga kryeministri Edi Rama për lirimin e hapësirave publike me qëllim krijimin e kushteve të sigurta dhe të lira për lëvizjet e qytetarëve. Në ato kohë kryeministri njoftoi se do të përgatitet një rregullore që do të adresojë funksionimin e subjekteve private, të cilat nga njëra anë duhet të vazhdojnë aktivitetin e tyre, por nga ana tjetër duhet të sigurohet prioriteti i qytetarëve në përdorimin e trotuareve dhe hapësirave publike. Kjo rregullore u miratua gjatë mbledhjes së qeverisë këtë të mërkur, duke vendosur bazat ligjore për zbatimin e saj në të gjithë territorin e vendit. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, bëri të ditur se rregulloria synon të rregullojë përdorimin e hapësirave publike, të garantojë lëvizshmërinë e qytetarëve dhe të parandalojë pengesat e mundshme nga aktivitetet private. Për sa i përket një unifikimi të gjithë praktikave në nivel kombëtar, ku ne tashmë do të kemi rregulla të qarta për sa i përket mënyrës se si mund përdoren hapësirat publike, por po ashtu bashkitë janë tashmë në të njëjtin shtrat për sa i përket sistemit rregullativ dhe po ashtu ka specifika të caktuara ku bashkitë do të kenë mundësinë për t'i adresuar ato nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak. Sa i takon hapësirave publike në plazhe, rregullat po ashtu do të jenë të përcaktuara për çdo qytet bregdetar, po ashtu rregulloria përcakton se për çdo plazh 80% do të shfrytëzohet nga privatët dhe 20% e hapësirës duhet të jetë e lirë po të shfrytëzuar pa pagesë nga qytetarët.